Si na ka nxitur profeti alayhis salam që ta shfrytëzojmë kohën? I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Igtanim khamsan qabla khamsik, khamsin shababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa faraghaka qabla shughlik, wa ghinaka qabla faqrik, wa hayataka qabla mautik." Tho shfrytëzoj 5 gjëra para se të vinë 5 të tjera. Shfrytëzoje kohën e lirë, se do angazhohesh me punë. Shfrytëzoje rinin para se të plakesh. Shfrytëzoje shëndetin se mund të smuresh. Shfrytëzoje pasurinë se mund të bëhesh i varfër. Shfrytëzoje jetën se do vdesësh, do vinë momenti i vdekjes. Por profeti sallallahu alaihi wasallam na ka këshilluar, na ka urdhëruar që ne ta shfrytëzojmë kohën, që ne t'i japim rëndësi kohës. Prandaj dhe i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam falte namaz natën, falte namaz ditën. Profeti sallallahu alaihi wasallam bonte dhikr, këndonte Kur'an, jepte sadaka. Profeti sallallahu alaihi wasallam angazhohej me punë, ishte i përgjegjshëm. Edhe familja e profetit, dhe shokët e profetit, dhe dietarët e ummetit brez pas brezi. Pra e kanë shfrytzuar kohën, se ja kanë ditur vlerën.